Përshëndetje miq të televizionit Syri kudo që jeni duke më ndjekur. Tema e diskutimit kësaj të marte ka të bëj pikrisht me krimtarin letrare të shkrimtarit të njohur në letërsinë shqipe Ibrahim Kadriu. Kjo pikrisht në kuadër të 77 vjetorit të lindjes së tij dhe 60 vjetorit të opusit të gjerë të krimtarisë letrare. Kënaqësi e madhe që sot ta kemi në studio personalitetin e kohës të kësaj letërsie, të shoqëruar me dy persona tjerë, të cilët krahas punës së tyre letrare, krimtarisë dhe gjithçka që kanë bërë në letërsi, do të përpiqen të flasin edhe për veprat e të ftuarit tonë. Mirë se erdhët dhe faleminderit. Mirë se u gjeta. Keni vizituar Gjakovën me një, mund të themi, me një temë shumë të rëndësishme. Ajo që do t'i bëjë nder edhe televizionit tonë është pikërisht mënyra se si në 77 vjetorin e lindjes tuaj dhe në 60 vjetorin e krimtarisë letrare, ju u përpoqët të sillni diçka të re edhe për qytetin tonë. Një takim me poetin, gjithmonë takimet me poet janë të mira. Faleminderit edhe juve zotëri që jeni në studio, zoti Berisha, zoti Anton Berisha studiues, mirë se erdhët dhe faleminderit. Gjithashtu edhe zoti Elvish Sidhari, studiues, përkthyes, mirë se erdhët dhe faleminderit. Është mirë t'i bësh kaq shumë vite krimtari letrare dhe t'jesh ende i lexuar edhe i pranuar nga lexuesi? Po si të them, çdo herë kur mbahet kjo pyetje, unë kam parasysh stazhin e gjatë. Domethënë stazhin e gjatë që është pak për me marrë keq që është ajo moshë, por s'kam shavaj, e në këtë moshë, domethënë për 77 vjetë, faktikisht për 60 vjetë, unë kam kriju një rrjet lezuesish, një rrjet lezuesh për cilët kam kriju dhe jam përpjek të mos i dëshproj. Domethënë jam përpjek të vaj vepra që ju pëlqejnë, edhe kujtoj që deri tash kam arritën të bëj diçka, dhe të krijoj, të përfitoj një simpati lezuese. Faleminderit. Zoti Berisha, duke qenë afër veprave të zotriut, duke i lexuar nga afër ato, duke parë se sa shumë çmime ka marrë përgjatë krimtarisë së tij, na jep të kuptojmë se është një poet që i ka rezistuar kohës. Cili është vlerësimi juaj si studiues në këtë rast për opusin kaq të gjerë të zotit Kadriu? Ju e thatë shumë mirë se është një krimtari e gjerë, një krimtari shumë vjeçare, është një vimësi e pashkputur, domethënë një vepër që ka filluar me 10 vite më parë. Këtu po përmend vetëm Netët e Karadakut, që një përmbledhje me poezi që u botu me 1968. Pastaj vazhdon me një roman Kloj i Laqit dhe me një varg vepra shtetjera të llojeve të ndryshme letrare, qoftë për të rritur, qoftë për fëmijë. Do thotë, duhet shumë më tepër kohë dhe është domosdoshme që njeriu të përqendrohet në një aspekt ose në një vepër, po megjithatë mund thuhet se është një krimtari e bërë, domethënë me përkushtim, një krimtari që ka shkuar duke u ngritur dhe duke u pasuruar, qoftë me lloje të ndryshme letrare, qoftë edhe si cilësi, sepse ju e dini se arti letrar është një dukuri shumë fish e rëndësishme për njeriu dhe ajo si e tillë dukuria ose arti si i tillë nuk di për kohë, kur është i mirëfillt, ai është i rëndësishëm si sot si nesër dhe veprat nga kaluara na kanë dëshmuar këto ku me ditë sa herë dhe po ashtu veprat që i ka hartuar dhe i ka botuar Ibrahimi kanë dëshmuar se me të vërtet kanë një rrjet lezuesish që është tek e fundit qëllimi kryesor i autorit. Dihet se autori para se gjithë është veprën e vet artistike shkruan për kënaqësinë e vet shpirtërore, pastaj atë kënaqësi ka dëshirë synon që ta ndajë me të tjerët, në këtë rafsh është dëshmuar se vepra e tij është lexuar dhe vazhdon të lexohet, sidomos këto romanet e fundit, të viteve të fundit, kanë përjetuar botime të ndryshme dhe kjo është një dëshmi për vetë faktin se
kemi të bëjmë me vepra që lexuesi ka përfill dhe i ka çmuar. Faleminderit. Zoti Sidari, vlerësimi juaj cili është në këtë drejtim? Vlerësimi im është ka disa prizma që mund të shtjellohet. Unë e shikoj Ibrahimin spari si lexues, si dashamirës i letërsisë, pastaj fatmirësisht edhe si mik i tij, dhe njëkohësisht kam edhe një farfati pak më të veçantë që ta shoh edhe si në këndvështrimin e përkthyesit. Unë jam vetë përkthyes letrar, disa gjuhësh, dhe romanet pakën 4 nga romanet e Ibrahim Kadriut, që kanë gjetur tashmë botimin në frëngjisht, realisht e nderojnë letërsinë shqiptare dhe aq më tepër letërsinë e Kosovës, sepse janë përkthime shumë cilësore. Është një botim shumë serioz nga një nga shtëpitë më të mira botuese në Francë, që i ka marrë përsipër, dhe për këtë arsye Ibrahimi meriton edhe më tepër respekt dhe vlerësim, për shkak se ka një nga, ndoshta nuk është dita sot për të folur për këtë temë, por një nga mangësitë e letërsisë aktuale shqipe në përgjithësi është mungesa e përkthimeve në gjuhë huaj dhe sidomos mungesa e përkthimeve cilësore. Shpesh qëllon që përkthehen libra të ndryshëm ose pretendohet që përkthehen libra të ndryshëm, por në shumicën e rasteve janë përkthime anonime që as autori nuk i lexon, edhe të themi që u përkthye po themi në frëngjisht ose në italisht ose në spanjisht, ti nuk di ku është përkthyer, kush e ka përkthyer, pse është përkthyer, a është prandar ai libër. Është tërësisht fatmirësisht e kundërta me romanet e Ibrahimit, të paktën në frëngjisht, që ka qenë sfera ime e interesit, që janë përkthime cilësore, bashkohore dhe sigurisht edhe të lexueshme dhe të lexuara nga publiku francez. Faleminderit. Duke qenë i përkthyer në disa gjuhë, siç e tha edhe zoti Sidari, dhe kjo a ju ka plotësuar juve më shumë? Gjithmonë kur flasim për letërsinë shqipe, që janë pasuruar me vepra të letërsisë së huaj, ndihemi mirë sepse pasurohemi me një letërsi të huaj dhe krahas kulturave të asaj letërsie dhe vetë lexuesi mund ta gjejë veten diku. Ju tashmë e bëni të kundërtën, veprat e juaja përkthehen në letërsi të huaja. Ky kontribut për ju ndoshta mund të jetë shumë simbolik, sepse nga thjeshtësia thoni, por megjithatë besoj se është një pasuri e mirë. Unë vlerësoj edhe në këtë kohë, do të thonë, përqendrimi im është përkthimi i veprave, do të thonë në gjuhë tjera. Janë përkthyr deri tash, mjaft edhe po, mund të them se sipas një numri në 10 gjuhë janë përkthyr librat, në 10 gjuhë, po ta shpres të përkthehen edhe më shumë nëse arrin natyrisht me siguru se është vështirë sigurohen përkthyesit e botuesit e këto. Një përkthyes që është nga frëngjishtja, ai ka arrit të përkthejë dhe botoj brenda vitit, domethënë tash një vjet 4 romane në frëngjisht në Paris, tash kohëve të fundit ka rënë kontakt dhe janë kërkuar edhe ndërshkrimet edhe për 2 romane që do të botohen në frëngjisht. Kështu kam botuar edhe në arabisht, edhe në turqisht, edhe në greqisht, edhe asi kështu për mua është një merit, por është edhe një përgjegjësi e madhe, të thënë drejtën se ndryshe mund të kuptoj vlerësimin që bëhet këtu, e ndryshe mund të kuptoj një vlerësim që bëhet në botën e jashtme. Prandaj pres nga ndonjë vlerësim prej jashtë, që kanë pas edhe vlerësime, kanë qenë mjaft kështu, domethënë të mira, edhe për shtimin e vullnetit tim për krijues, ndonse tash kjo mosha jeme nuk jep fort mundësi më marrën me shumë kahe, mosha 77 vjeçare është një shkallë ku duhet më ndalë pak. Se besoj se ju i keni shëtitur në shumë zhanre për gjatë gjithë kësaj krijimtarie dhe ato ju ngacmojnë tashmë gjatë gjithë kohës, edhe në këtë kohë. Është një periudhë kohore, domethënë ajo e pleshnisë, kur njeriu me mendjen e kamat ndryshe, harron e tjera. Me këtë rast po përmeni se kur ma dha një çmim në kombëtar, Ministria e Kulturës, pyetja e ministrit tha, a doni me shkrua ende? Unë thash, kam lexuar një intervistë një braziliani, një shkrimtarit Brazilit,
ai e kalon shkrimin. Arsyeja se romanin e ka shkruar me kapituj. E në fund ka ba ofrimin e kapitujve të gjithë dhe ka shumë romanin në Shqip. Kur është zbatuar romani, e ka pasë një kapitull dhe ka harru. Unë thash për thamë se ende s'kam harru kapitull, por jam qatë rrugë me harru edhe nuk e di deri ku sa më rrinë. Faleminderit. Zoti Berisha, ka mendime të ndryshme për letërsinë. Megjithatë ju si studiues, në aspektin teorik, cili është qelsi i një letërsie të suksesshme? Është një pyetje e qëndësishme, po edhe vështirë. Faktikisht, mendimet për letërsinë janë shumë të vjetra, edhe para piramidave egjiptiane, domethënë janë gjetur papiruse të ndryshme ku njerëzit kanë folur, kanë thënë diçka se çka është letërsia. Pastaj janë autorë tjerë, po është Aristoteli i pari i cili vuri, si të them, bazën, themelin e studimit dhe njohjes së letërsisë. Dhe kjo njohje ka filluar para tij e kjo njohje do të vazhdojë derisa të ekzistojnë njerëzit, sepse njohja e letërsisë është shumë komplekse, sepse vetë letërsia është e asaj natyre, është komplekse. Sa do që ne synojmë ta përkufizojmë edhe të themi se letërsia është kjo, prapë se prapë metet diçka që nuk është thonë, diçka që nuk e ka përfshirë qëndësinë e letërsisë. Është një italian, një shkrimtar italian që thotë, për mu lirika është një sfinks arab, dhe më thonë diçka që s'ka as fillim as mbarim, që nuk mund ta përkufizosh. Jo pse ajo s'është e rëndësishme, po pse është e papërkufizueshme, në kuptimin se gjithçka metet të thuhet edhe diçka më shumë. Teksti letrar e ka atë natyrë që asnjëherë nuk mund t'i afrohemi fundit. Ne bisedum para se të hynim këtu se ata njerëz që mendojnë se ka vepra të përkryera, vepra letrare të përkryera, ata me letërsinë nuk e kanë punë mirë. Ata njohin pak letërsinë, bile mund të thuhet se nuk e njohin as alfabetin e letërsisë. Nuk ka diçka të përkryer në letërsi. Gjithmonë vjen diçka ndryshe. Sepse edhe në ato që nëse pikërisht në të papërkryer në letërsi janë fshihen disa vlera që të tjerët nuk i kanë thënë. Kështu që por është e mirë që letërsia të njihet në rrafshin teorik, sikur e tha edhe pak më parë, e pastaj të flitet edhe për rrafshin praktik, sepse këto janë shumë të lidhura. Ka njeri që nuk di letërsinë, po shkruan mirë. Ka njeri që e di letërsinë, teorinë letërsinë, po shkruan keq. Do të thotë nuk shkruan mirë, ma mirë them kështu me fjalë tjera. Prandaj, po e rëndësishme është qëndësia e artit. Letërsia është një art. Edhe sa herë që flasim për te, mirëmi me te, do të thotë jemi në një rrafsh të lartë. Edhe këtë ka dëshmuar koha, Ka pas të drejtë Aristoteli kur pati thënë poezia është emitim. Jo, se unë jë marrë e kom përkthyer poetikën e Aristotelit për 7 gjuhësh. Dhe man, 7 gjuhë i kom pasur parasysh dhe është një vepër tepër e ngatruar, tepër komplekse, e ndërlidhshme, si jo ngatruar. E thasë të ketë edhe elemente filozofike brenda saj që... Por imitimi të Aristoteli ka një kuptim shumë të thellë. Shumë fjalë greke, ne nuk mund t'i përkthejmë me shumësinë kuptimore që kanë ato. Jo vetëm në gjuhën greke, po ke gjuhën hebraike. Unë i kam përkthyer psalmet, domthonë në Biblës vjetër dhe kardinal Ravasi thotë, se ai është me origjinë çifute dhe thotë disa fjalë në hebraishte kanë edhe 8 kuptime. Por ndodh që edhe ato 8 kuptime nuk mjaftojnë që të futemi brenda kuptimit mirëfill të fjalës, sepse mund të vijë që ajo fjalë ka ardhur nga një gjuhë tjetër semike dhe ne mbesemi jashtë kuptimit qendror të saj. Kështu që këtu i jemi, domethënë, me rëndësi është që ta kuptojmë artin, të jetojmë me te, të flasim për te, edhe të merremi me te. Faleminderit. Zoti Sidhari, si qëndron sipas jush raporti letrar intelektual në trojet shqiptare?
Edhe kjo është pak pyetje e koklavitur, për të përgjigjur pak minuta, po letërsia do duhet ishte ndërlidhur drejt për drejt me intelektualin ose me intelektualizmin, por nuk është gjithmonë, realisht. Po pikërisht këtu doja Dilja, sepse tregu po ofron gjithçka. Po pikërisht sepse tregu ofron gjithçka, një libër nuk është domosdoshmërisht diçka mirëfilli letrare. Një libër mund të jetë një mishmash i përgjithshëm ku ka një shprehje në Shqipëri që thuhet për groshët, për fasulët, kur janë pak, edhe kanë qenë familjet e varfra që duhet të shtynin javën me to, thuaj shtohu e shto miell, edhe e njëjta gjë ndodhet me letërsinë, shtohet ujë edhe miell, edhe në këtë mishmash e përgjithshëm botohet një libër i cili libër nuk është mirëfilli, edhe do duhet ishte pikërisht sikundër thatë ju, që të kishte një ndërlidhje mes letërsisë edhe intelektualit. Sigurisht intelektualët jo të gjithë janë njerëz letërsisë, por ka edhe mjaft intelektual që lëvërojnë letërsi. Por raporti është mjaft i shpërpjestuar për momentin, ka shumë më tepër, ndoshta mund t'i gëlloj pak e ashpër, shumë më tepër analfabetizëm funksional, që do me thënë që janë njerëz që shkruajnë. Jo, normalisht janë shkolluar, por nuk kanë mësuar gjë, janë në nivel filloreje, edhe të cilët pastaj marrin përsipër të bëjnë libra, të kritikojnë libra, të komentojnë libra. Edhe ka një inflacion e vërtet kësaj, por për fat ka ende letërsi mirëfilli intelektuali dhe intelektual të mirëfill që lëvërojnë letërsi. Faleminderit. Zoti Kadriu, çfarë bën të veçantë gjithë këtë bukurinë edhe shprehjen artistike brenda veprave tuaja? Cila ishte ajo formula që zgjodhe të rrugtosh kaq bukur? Aty shumë vështirë kam të përgjigjem. Atë mund të përgjigjen estetët, ata që merren me vlerësimin e tyre. E flasin edhe çmimet e shumë tash i keni marrë si rezultat i punës. Një punë është që kur merrem me veprën, atëherë jam veç me veprën, nuk jam edhe me rrethin. Kështu që jam komplet i abstenuar nga tjera, kështu që do të thonë kjo më jep kushtëzon që ta shkruaj me vëmendje, t'ja rëndësi jo veç përmbajtjes, por edhe stilit e gjitha ato. Shembull të Pjella Dreqit, ju zgjodhet romancieri i vitit, ishte diçka e bukur, morët një titull kogja të mirë. Pjella Dreqit shikos, po se kanë kuptu njerëzit, për gjitha te nuk e ka kupju, po ajo ka të baj me bashkohore, me raportet në sotmes, raportet politike, emocionale, e tjera, kështu që është një konglomerat arsysh pse më kanë shtime të shkruaj atë Pjellën e Dreqit. Ndërsa si titull është bukur i pakuptuar. Ajo është përkthy tash në anglisht është përkthy, edhe kishim problem me titull si do t'ja bojnë, sepse Pjella e Dreqit është në shqip. Edhe kur të thush dikuj marrë Pjella e Dreqit, ditë e ke ofenduar, e ke shau, e krejta si. Në gjuhë tjera, ato ajo merr konotacion tjetër, edhe është pak si vështirë. Po, unë jap rëndësi kësaj punës të titujve me shprehje brendin, me shprehje nëse ka tjerë që nuk e kuptojnë atë arsyen pse për shembull e kam gjitë emrin Pjella e Dreqit, ose në këtë drejtim për shembull me titull, me zonë në fjalë titullin, e kam romanin që është edhe në komplet në Vajhall. Edhe tash atë Vajhalli është si, kur thuhet në Vajhall, do të thonë mjeraj, Vajhalli për te, kështu. Mirë, po unë atë e kom bo si emën vendi, toponim, si toponim, do të thonë, e ndonë se atë rrethin ku jam i përkushtu, është i ngusht, ata që i kanë vërsu thonë se rrethi është komplet Kosova. Dhe më thonë, gjarët janë për krejt, edhe krejt Kosova mund të shuhet për qatë periudhë Vajhall. Kështu dhe më thonë, ka shumë arsye pse për shembull shkrimtarin përsektohet për një titull e tjera. Sa është rëndësishme sot që ata që guxojnë të shkruajnë bukur, të respektojnë rregullat, të dinë çfarë del në duar të lexuesit. Lexuesit të unë, për shembull, është e unë për shembull kam mjaft lexues që më lajmërohen.
Edhe kur bisedoj me ta, unë e shoh se ku gjindem unë, bazë të kriterëve të tyne, dhe ato biseda më shërbejnë edhe si stimulim për shkrime tjera. Dhe më thonë, kam pas raste kështu biseda me krijuesët që kanë lexuar librin ka dhe tillë se se kanë lexuar hiç, po e kanë dëgjuar prej të tërkuj, edhe thotë ishte vepër kështu, e kuptoj se ka lexuar. Por domethënë inspirohem prej bisedave me lexues dhe shoh se çka po i pëlqen më tepër, edhe cili stil po i pëlqen më tepër. E unë prandaj sot nuk nuk qaj kokën për lexuesa, kam lexuesa, lexues janë. Të unë lexues janë edhe domethënë përpiqem që t'ju rri besnik bile atyne. Si do ta luftojmë këtë lojën e ashpër që po bëhet mes leximit digital ose epokës digjitale në raport me leximin fizik? Natyrisht se cili prej nesh do ta dinim se është më i mirë leximi fizik sepse të mban më afër me temën, me mënyrën se si trajtohet ngjarja. Megjithatë po bëhet një luftë mes kësaj situate. Zoti Berisha? Po, është e vërtet, nuk mund të thuhet se nuk ekziston ky ballafaqim, kjo kundërvendje mes dy formave të ekzistimit të artit letrar gojor dhe atij të shkruar dhe të dukurive të përditshme, domethënë të asaj që përjetojmë gati thuja çdo ditë. Është e rëndësishme është që të kuptohet një diçka që është qendrore për letërsinë. Është arti që e mban. Dhe vepra letrare shpeshherë nuk ka nevojë të kuptohet, ne keq kuptojmë edhe nuk e kuptojmë mirë, se në qoftë se nisim nga fakti se vepra letrare krijohet përmes gjuhës poetike, domethënë përmes simboleve, metaforave, krahasimeve e figurave tjera, atëherë si mund të themi se mund të kuptohen të gjitha ato? Një metaforë që mund të ketë disa kuptime dhe ne themi se e kuptova, e këtu është e keqja. Ne vëmë komunikim me veprën letrare. Në qoftë se në këtë radhë fshihet problemi, atëherë padyshim se mënyra e leximit të një libri të ofron shumë më tepër mundësi që të komunikosh me tekstin, sepse mund t'i kthesh tekstit, se mund të nënvizosh atë që të pëlqen ose nuk të pëlqen. Dhe pastaj mund t'i kthesh edhe një herë, edhe dy herë, mund të marrësh librin edhe të nesërmen e të thush shiko, dje nuk e kisha mirë, sepse në qoftë se nuk ndodh kjo dukuri të lexuesit mirëfillt, atëherë ai nuk është lexues i mirëfillt, ai është lexues i rastit. Kështu që kurse te forma tjetër lidhet me qastin. Ti me të dëgjuar, në shpesh themi sidomos me Facebook e me këto mjetet bashkëkohore të komunikimit, thot ma kanë lavduar poezinë. Ajo poezi lexohet në mënyrë kështu, si them, pa vëmendje. Mund të jetë ndonjëri që lexon me vëmendje, pa ta të paktë. Dhe përshtypja fitohet se komunikimi me tekst letrar është i shpifur, më shumë është i shpifur se i qëndësishëm. Po nuk do të thotë se edhe kur është një libër, mos jetë edhe leximi i tillë, por shumë më rrallë. Keni diçka të shtoni? Se do dalojmë pastaj edhe te përkthimet të rëndësitë e përkthimeve. Në botën bashkëkohore mundësitë për fat janë thuajse të panumërta. Përshtypja ime në këtë pikë besoj bashkohemi të tre, përkundër që ju përkasim disa brezave të ndryshëm, është që sigurisht një libër fizik është ndryshe. Librin fizik e ke fizikisht vetë fjala, e ke në dorë, jo. Po flisnim me profesor Antoni përpara për një libër tij që është botuar dje, po thoshim si buka i sapo ka dalë nga furra, ti ndjen edhe aromën, ke dëshirë ta shijosh, ta provosh, ta konsumosh. Libri online është të zgjidh punë, shpesh unë ndoshta kaloj pak e përkthimi si përkthyes, përkthimet i kam më të lehta ti bëj me PDF, sepse ka kaluar koha e përkthyesit që mbante një mal me fjalor, bënte me dorë atë shfletosjen e tyre ETJ. Fjalori online, PDF-ja online janë shumë të thjeshta për mua, po e them në përvojën time si përkthyes. Po libri fizik gjithmonë e ka të fituar, mendoj, paraprakisht luftën me librin online. Sa është rëndësishme që një libër kur përkthehet në një gjuhë të ruhet komplet struktura e asaj vepre
fabula, mesazhi që ka përcjellur, sepse jo secili përkthyes mund të jetë i denjë edhe në këto specifika. Ta ruajat kronologjinë në gjithë fabulës që ka përcjellur autori. Është domosdoshme sepse ndryshe i ndryshon autori i librit, përkthyesi bëhet autor. Përkthyesi është gjithmonë një farë ndërmjetësi ose në rastin më të mirë një lloj bashkuatori, po pa ja lëvizur thelbin burimor shkrimit tekstit në origjinal. Çdo gjuhë ka specifikat e veta, ka veçoritë e saj, por një nga të mirat që i kanë vëre shqipes në përvojën time deri tashme është që thuajse gjithmonë i përgjigjet sfidës. Për shembull, mos përkthimet që kam pas rastin të bëj nga frëngjishtja, janë disa autor francezë që janë shumë kërkues ndaj gjuhës, kanë njohuri të gjithanshme të gjuhës tyre dhe përdorin një mori sinonimesh radhazi. Edhe nëse i futesh ti kërkosh edhe në shqip i gjen. Më ka ardhur shumë ta thënë se thonë nga një shqipa jo, shqipja është e varfër, shqipja s'ka sinonime jo. Shqipja ka, po nuk e njohim ne, ose nuk duam t'i njohim. Dhe kur i njohim, duke u mbështetur nganjëherë edhe në fondin dialektor, duke dal pak nga gjuha letrare, mund të gjejmë çfarë është e nevojshme. Faleminderit. Zoti Kadriu, patë fatin që veprat tuaja edhe mu dramatizu, mu ekranizu, në një farë forme doli diçka edhe e bukur si që ndodhi me romanin Pas kthimit. A ju bën kjo të gatshëm që me sfidu vetën gjithmonë, sepse kur ekranizohen, kur dramatizohen veprat, nuk është që ata dramaturgët nuk sjellin disa ndryshime. A jeni vetvetja aty për shembull në këtë roman? Është një rrezik, se autori i tekstit, i librit, nuk mund të jetë gjithëherë komplet në kohën kur një punë kryhet kolektivisht. Edhe aty, do të thonë, puna, fjala është për romanin Pas kthimit edhe për serialin Fidane, që luajtën në kohë, është luajt. Aty ishte, do të thonë, është regjisori që e ka fjalën, që mundet me të lëndu autorin. Unë kam qenë bukur i angazhuar në atë kohë, kur është bërë seria, se vazhdash nga romani ta bëj skenarin. Edhe në bisedë me regjisorin i kam thonë që t'jetë shumë konciz ndaj paraqitjes së asaj lëndë që e ka marrë shërtim. Por është problemi mandej edhe te aktorët, është edhe ata mund ta lëndojnë tekstin, kështu që është një rrezik për autorin, është rrezik kur vepra e tij ekranizohet, sidomos kur ai ekranizim bëhet shpesh edhe në formë amatore, kështu që është asnjë unë kam pasën edhe radiodramatizim, kam pas edhe teatr, por nuk jam da i kënaqur me teatrin, për shembull, ka pas atë romanin Zosh fluturojnë vetë, kanë bëu dramatizim, po ta vetë kanë bëu dramatizimin edhe e kanë luajt. Nuk jam shumë i kënaqur me te. Kam pas edhe dramatizim tjerë, kur ka luajtën Faruk Begolli, Meliate Ajeti, kështu në atë kohë. Po, përgjithsisht është një rrezik, është rrezik për autorin, me hum nga vlera. Është, për marrë një shembull jashtë vetvetes. Generali i ushtrisë vdekur i Asmel Kadares u bë film, por nuk gëzoi popularitet ashtu siç ka gëzuar romani. Ka shumë raste tilla që, për shembull, letërsia kur shndrohet në sherit celuloidi, atëherë kanë thonë edhe tash në ekran, del në ekran, ajo nuk mund të jetë, domethënë, komplet autori aty, sepse përzihen shumë raste, shumë asik. A është gjithçka në letërsi që lidhet me tekstin? Shpesh kritika letrare thot teksti ka shenja, ka simbole. A është kaq i rëndësishëm teksti në letërsi, zoti Berisha? Asgjë e rëndësishme për te tekstit nuk ka në letërsi. Teksti është, si thotë në greqisht, alfa dhe omega e veprës letrare. Të gjitha tjera të vinë brapa. Me tematik, me mënyrën e kështu. Është teksti ai që e tregon një libër se është i mirë apo nuk është i mirë. Se ai libër ose ajo vepër letrare komunikon me lexuesit dhe mënyrën se si komunikon. Unë sot e përmena gjatë
paraqitjes së kompletit të veprave të Ibrahimit, e përmena një vepër që është shkruar para 4000 vjetësh. Dhe ajo në kushte normale nuk do duhet komunikonte me ne, në qoftë se nuk mbështetemi te teksti. Në qoftë se do të mbështetemi te tematika, aty i kemi njerëzit, domthonë që është ajo faza e kalimit prej kafshët mirëfillta në një qenje, domthonë që është më e vetëdijshme se sa të tjerat. E në këtë ujë është një pater stepe dhe pastaj shndrohet në njeri. Domethënë, po kjo letërsi nuk heq pesh. Mund të bënte fjalë për diçka krejtësisht tjetër. Po është gjua, është mënyra se si i kanë thonë, i kanë shprehur ato dukuri. E ato ajo është teksti. Teksti është vetë njeriu, teksti është vetë shkrimtari. Ne mendojmë nganjëherë që po shkruajmë diçka tjetër, por faktikisht çdo roman i tij është tekst, para se gjithash është tekst. Se po mos ta kishim tekstin, si vëm komunikim me atë vepër. Dhe unë duhet të kthehem pak te puna e regjizorit që Ibrahimi e shloi me shumë të drejtë. Po pikrisht unë kam pasur rast të shoh disa tragjedi të Eskilit ose dramat të Shakespeare-it janë shfaqur në mënyra krejtësisht të ndryshme. Çka tregon kjo? Kjo tregon para se gjithas se teksti i Shakespeare-it ose Eskilit është lexuar ndryshe nga unë, e është lexuar ndryshe nga Elvi, ose ndryshe nga Ibrahimi. Dhe një tekst letrar që për ligj ose dëshmon vetëm një kuptim, ai nuk është tekst letrar. Ai është një kronik, është një mendim. Sot po bien shi, ose sot isha në qytet, është një informacion i thjeshtë, kjo nuk të ofron kur gjë. Po nëse thuhet se kur një njeri po çante, sa shi i madh po bjen, tash nuk e kemi më dukurinë e shivit si dukurinë atërore, por kemi një shi tjetër që ka marrë një kuptim, një metaforë tjetër, dhe ky është teksti. Askush, edhe vetë një person nuk e lexon të njëjtën mënyrë të njëjtin tekst. Prandaj regjisorët për autorin natyrisht ka shumë të drejtë, se regjisorët kur e lexojnë një tekst, nuk e lexojnë se ai është një tekst që duhet të kesh kujdes ndaj atij tekstit. Lexojnë të bëjnë një dramë. Dhe i ndrojnë ndoshta pikërisht ato fjalët shumë kuptimore që e mbajnë. Që mbajnë gjallë e mbajnë gjallë një tekst, e mbajnë gjallë një dramë. Nuk do donte të mos ishin ato. Mos kuptimi i rëndësisë së tekstit. Pastaj vijnë gjithë ato. Tani mënyra se kanë bërë, domethënë, unë po sjell këtu një shembull që nuk e di është shumë i drejtë i qelluar, por në ligjëratat në Universitetin e Zagrebit, profesori Krunoslav Pranić na solli një tekst të Kelezhës ku mbas pikë çuditës ishte presja. Edhe mbas pikë pyetjes ishte presja. Edhe mbas 2 pikave ishte presja. Edhe asnjë prej nesh nuk ditë ta lexonte. Asaj vetë kur e mori ta lexoj, nuk ditë ta lexoj, nuk mundi ta lexoj. Po tha se duhet të jenë 2 njerëz që përlahen, që ja përplasin njëri tjetrit, edhe nuk e ndëgjojnë asë njeri tjetër që a thot, po e thot ato të vetën. Edhe presja të regon se aty u bën një dialog me një intensitet të jashtëzakonshëm. Redaktori i pakujdesshëm, regjisori i pakujdesshëm e heq presën. Qa duhet presja mas pikë çuditës? Ky është puna. Po bota poetika, a mendoni se është e njëjtë për të gjithë? Sepse nëse ulemi dhe mendojmë, ka poet, tash pa dashur të përmendim emra, që mendojnë që vetëm duhet ulen edhe të shkruajnë, edhe të botojnë një vepër. Jo. Pikrisht. Nështë edhe Elvi mund të thotë, por... Nuk është që nuk në ka ndodhur, nuk është që s'kemi shku në promovimet të ndryshme, nuk është që nuk kemi libra pa fund në këto dekadat e fundit. Jo, njerëzit thonë, nuk lexoj se s'duhet jemi ndikuar për tjerëvet. Kurse Elioti thotë diçka të kundërtën, një nga autorët e mëdhej thotë, edhe për ato veprat që ne i çmojmë si kryevepra, nuk janë asgjë tjetër përpas disa vepra që kanë ekzistuar për atyre kryeveprave. Do thot është një vijimësi, por atë që thatë ju për shembull e veçanta është pikërisht në ato imtësit, mënyrën se si ti e përdor gjuhën. Pse ta vesh një fjalë përpara e pse ta vesh një fjalë përmbrapa.
pse ta vesh këtë shprehje e jo një shprehje tjetër. Këto janë ato që ne nuk, unë po sjell këtu, kom pas rast të mbaj ligjërat në Universitetin e Shën Peterburgut dhe me ta keq, kisha marrë një 3 vëllime librash dhe i lexova shpejt ato të Cvajgut, novelat e Cvajgut dhe me ta keq, po aty në katedrën e gjuhës letërsisë shqipe që mbaj ligjërat aty, ishte libri i Eugen Oneginit i Pushkinit. Eugen Oneginit. Po, Eugen Oneginit. Edhe e marrë aty, shpletoj botimi i parë, botuar në Tiranë, e shkruan aty, jo e shqiproj, jo e përktheu, por e këndoj shqip, lazgush por adeci. Edhe ai këndim, prap se prap nuk është origjinali. Por e këndoj, domethënë, ka bërë gjithçka që është e mundur që t'i afrohet origjinali, sepse ky mirret me ato punë dhe më mirë, Elvi mirret në shumë. Poezin ka një problem aktualisht nga të shumtët, se letësia shqiptare gëlon nga problemet, është që ka një prirje tërësisht gabuar për të menduar që poezia është gjë e thjeshtë. Edhe që për atë arsye kushdo mund të bëj poezi, edhe për rrjedhimisht kushdo edhe mund të botoj poezi, edhe prandaj jemi të quhet poet. Edhe të quhet poet sigurisht, edhe prandaj jemi dëshmitar të kaq shumë promovimeve, të këtij inflacionit të promovimeve dhe të tyre takimeve letrare që janë përsi unë bëj qefin ty, ti bën qefin mua, unë t'jap ty një çmim, ti ma kthen mua në teatrin, në të gjitha këto viset shqiptare. Vjen pikërisht si pasojë e faktit që mendohet që poezia është diçka e thjeshtë, që mund ta bëj kushdo, poezia mjafton të kesh një rim A B B ose A B A B prap. Dhe kjo ka sjell këtë nga një halë njëkohësisht edhe rënimin e imazhit të poezisë dhe degenerimin e botës poetike. Që vërtet ti pastaj bëhet një iceberg i madh që ti nuk e shef dot, është shumë e vështirë të shohësh dikë që ja vlen sepse i shkreti ose e ngrata përkat se janë të zotët, mirë po mbulohen nga ky deti i mediokritetit poetik. Faleminderit. Derisa po shfletoja për ju, e pash një artikull të cilin e kishit shkruar me shumë, mund të them me shumë pedantri rreth shqiptarëve dhe hebrenjëve në një nga më herët, por mu duk shumë interesant se si kishit pozicionuar. T'ju bëjmë pak më të qartë shikuesve tanë në 2-3 pikat e atij artikulli aq të rëndësishëm. Mu duk shumë i rëndësishëm. Ka shumë kohë si artikull, në të vërtetë rreth 10 vjet besoj. Po jo, mendoj e kishit pozicionuar shumë mendoj që ka disa, kemi disa të përbashkëta historike, se jemi të dyja palët jemi popull të vjetër, shumë të vjetër, popull që kanë vuajtur në vazhdimsi, popull që janë përballur me dëbime, me shpërngulje detyruara, me genocide, ne së voni, po edhe hebrejt po ashtu, popull që shpërndahen, apërdahen, po kthehen bashk sërish dikur shumë gjana të përbashkëta. Duke u larguar këtyre prirjeve pellazge që janë një nga prirjet e tjera të aktualitetit përveç poezisë së thjeshtë. Nuk besoj se rrjedhim të dyja palët nga varka e Noes, por vërtet kemi shumë gjëra të përbashkëta dhe nëse shkon në Izrael, unë kam pasur fatin të shkoj shpesh në Izrael, nëse shkon në Izrael i shikon edhe i ndjen ato ngjashmëritë që kemi edhe ndoshta edhe për atë arsye siç u jemi gjendur ne afër hebrejve gjatë Holokaustit, si shqiptarë dhe Izraeli dhe po ashtu komuniteti hebrejik në Amerikë janë gjendur vendosmërisht pranë Kosovës e shqiptarëve të Kosovës në 1999. Faleminderit. Zoti Kadriu, edhe misioni rus u pa një vepër me mjaft autoritet, u pa një vepër e cila u vlerësua si ndër veprat më të lexuara, njëkohësisht edhe bëri bujë të madhe edhe nga kritika, edhe nga mediat përgjithsisht, edhe mori një dimension tjetër. E nisët për të tillë? Ai roman ka shkaktuar shumë edhe polemika ka shkaktuar. Vërtet është lexuar shumë, është ribotuar 7 herë, është ribotuar. Po edhe thash është përkthyer edhe frëngjisht, tash del edhe turqisht i njëjti. Por ka interesant, unë kam pasën kështu biseda me njerëz edhe me të tillë që nuk e kanë lexuar. E kjo është ai problemi i madh në raport me lexuesin dhe veprën. Ka plot njerëz që nuk e lexojnë, por nuk e kanë lexuar, por thonë se e kam lexuar edhe bazohen fjalë të XY-it që e ka lexuar, thotë e kam lexuar. Unë kam pasën edhe kësi, domethënë ka pas reagime shumë pa qëllume në këtë drejtim, njerëzit që nuk e kanë lexuar. Për shembull, e ke fetarët,
musliman. Ata mendojnë se është shkru kundër muslimanizmit. Edhe thot, për shembull, një hoxha i Drenicës, thot Ibrahim Kadriu, pse u më morë me këtë punë. Po ai nuk e ka lexuar, s'ka lidhje, sepse ai është për luftat ballkanike. Nuk është, ai është një rast, një segment. Një rast është ai hoxhës që ka qellu Rus, ka qellu edhe jo veç ai, por edhe shumë qendrat Kosovës, mas andej kam ndëgju prej tjerëve që kanë tregu plesht, ka pasën hoxhallar të përgatitur në Rusi, e që kanë ardhur dihet ata për ta shpërndaj ideologjinë e tyre të njerëzit më primitiv, të njerëzit pa shkollë. Edhe thonë se gjaja që në kam unë kundër muslimanizmit, që nuk është e vërtetë, është vetëm një rast Prizren që ka ndodhur në Prizren, i punësuari me 1892, e kur po hinë ushtria sërbe, po delte asë edhe po thot, deri këtu e pata unë, matutje vazhdoni ju, edhe u morë vesh, sa ishte rusë, kishtë qenë rusë, se ka njoft njerëzit. Unë jam shumë i entuziasmu me popularitetin që ka gëzuaj roman, edhe vazhdon të gëzuaj. Unë këta shkam, është ai problemin mes me dhe lexuesit, sepse më shkruajnë edhe mesazhe edhe për jashtë, më shkruajnë ku me gjet librin, ku me asnjë libër nuk ka më tutje. Unë asë do të thonë nuk për ribotim, asë që komendu se ato e kanë ribotu botusit jonë, ribotu botusi i pare, ka shenë i dyte, i trete, i katërte, edhe ata tash si mas nevojës i kanë ribotu, që unë nuk e di me shifër sa është ribotu. Por ai roman vazhdon të jetë kështu në sferën e interesimit të lexuesve sinqert, jo lexuesve thash si rasti një hoxhe që thot kështu ose një çka po di. Mund të jenë individ të cilët në rrethana të caktuara mund të ndikohen nga bisedat edhe pastaj. Jam habit për këtë rast, për shembull, më nali një profesori orientalistikës. Po. Profesor, doktor shkencë, me thonë drejtor, edhe është autori një fjalorit arabisht shqip, një fjalorit voluminos e krejtë dekanës, jem nali, tha, keq e ke, thash pse, ku e kam keq, se nuk është e vërtet që ka pasë rus hoxh, unë babën e kum pasë hoxh. Thash po mirë, thash ti, nëse ke dyshim babën tonë, se ka qenë rus, thash, unë po tam që ajë s'ka qenë rus, mirë po ka pasë, jo se xhamiat kanë, që jetë si mas tina, xhamiat në bajnë dokumentacion. Fare nuk e mendonte, sa në qatë dokumentacion ka hyrë si shqiptar, sepse e ka ditë Shqipen, ka folë Shqip, se shqiptar, si ka thonë, unë jam Igor Filoni, por i ka thonë, jam Hasan Hyseni e tjera. Kur ati, për shembull, një intelektual i jeri ngritur, një profesor fakulteti, mendon ashtu, çka do të mendon të ai tjetri që është shumë naiv, edhe si ta shethot kjo pas ka kundër hoxhallarë. Por mirë është që është megjithatë është prit, edhe vazhdon të pritet. Është një gjakovar ka pas hymeni, se ka pas një polemika atje në mesazhe. Është këtë që përshkruan histori, se pa termin. Ai e kom pas lexuar në vend ku kishte mjaft reagime për misionin. Ishin do të Shkupit, ishin do të Kumanovës, ishin asi krejt e kë, thot. Jo thot përgjigj, asi thot. Jo kisha sugjeru që të mbledhni do para atje, do lek atje, të vinin në Prishtinë, të merrni një 200-300 copa, të shpërndani njerëz atje dhe ta lexojnë. Ky është shpjegimi më i mirë. Domthonë kur e lexon, atëherë mund të jep edhe mendim të saktë. Që më ikë gjitha këtyre bisedave të cilat në rrethana të caktuara dhe mund t'i bëjnë ato dëmet e vogla, por jo të pariparueshme. A është kritika letrare e asaj e cilës do t'i takonte, ta vlerësonte secilin roman, të mos komercializonte mendimin, dhe pse lexuesi gjithmonë ka atë peshën e vet të suksesit për një libër, por edhe kritika duhet të jetë e zëshme. Ka ndruar pak... Komercializohen mendimet. Ja, ka ndruar pak çështja e rëndësisë së kritikës letrare. Se dikur
ka pasur një kritik letrare për arsye se ka pas edhe revista letrare, ka pas edhe gazeta letrare, ka pas edhe gazeta jo letrare, po që kanë pasur një pjesë për letërsinë dhe të letërsisë. Pastaj, kritika e ka një rol pres, si të them, por nuk është vendimtar. Ne duhet, shoqëria një mjedisje shoqëror duhet ta di se ndërgjegja, dëshmia në ndërgjegje, një vetësimit e lartë është pikërisht kritika. Shkrimtari që bën një kritik, domethënë është në një shkallë ose në rrash më të lartë se ai tjetri që nuk bën. Por këtë lidhet me aftësinë e krijuesit. Nëse një krijues nuk është i aftë, ai natyrisht se në vend të një kritike të mirëfillt, të një interpretimi të mirëfillt, ai zbret në një, si tha Elvi, në një banalizim, domethënë në një rrafsh akuzues, shpifës, fjalë retorike, ato në letërsinë nuk kanë kur farasie. Ato vetëm prishin shijen e letërsisë dhe të artit. Kritika, për shembull, kthehemi pak Lukaqit ose Bielinsit ose kritikëve të mëdhej. Kritika dikur ka luajtur një rol, sepse kritikët e kanë marrë vetvetiu ose me punën e tyre të mirëfillt e kanë marrë rolin pris. Sot nuk ke ku boton, ne jemi shtet pas një gazetë ditore. Ku të botonte? Unë nuk kam një gazetë ta shaj dikën ose ta lavdroj dikën. Nuk ke një revistë letrare të mirëfillt. Ata tanë janë brenda një grupi që, se tha Elvi, ai e lavdron këtë, unë e lavdroj tjetrin. Dhe thënë, s'ke ku e lexon një fetonistik caktume, një opinion të mirë, një element publicistik që do t'i ndihmonte secilit. Në një konglomerat ose në një rrafsh ku vlerat e mirëfillta janë tundur deri në rënim, atëherë edhe një mendim ose një interpretim i mirëfillt të një vepre letrare sikur nuk heq pesh. Sikur ti veçohesh nga të tjerët dhe je, si më thonë, jashtë rrjedhave. Kjo është një mungesë e madhe, se kritika dikur edhe gjithmonë do të duhet, jo vetëm kritika letrare, edhe kritika shoqërore, janë ato shkojnë bashkë. Edhe ajo e ka rolin e vetë. Jemi drejt fundit edhe diçka. Çfarë duhet të ketë parasysh një përkthyes i ri në një gjuhë tjetër, për kur përkthen një vepër? Cilat janë 3 komponentet kryesore që do duhej ai t'ia jepte vetës që një vepër t'jetë e plotësuar sa i përket përkthimit? Flasim konkretisht për pak teme gjërë, po nëse të duhet ta përmbledhnim, është spari përkthyesi duhet ta njohë thuajse për kryer gjuhën e vet. Ke profesorë universitarë në disa raste të cilët bëjnë përkthime mjaft të dobta, jo për fajin, jo nga që nuk e njohin një gjuhë të huaj, po nuk njohin gjuhën e tyre. Së dyti duhet njohë gjuhën përkatëse, nga e cila përkthen, edhe së treti duhet të ketë aq njohuri dhe nocione letrare sa të qëndrojë sa më shumë besnik tekstit në origjinal. Po? Atë them unë 2 fjalë. Ta plotësojmë, vërtet ta vazhdoj këtë që tha me të drejtë Elvi. Përkthyesi letrar, posa sa që tha Elvi, duhet ta di se ai tekst është poetik, me të cilën ai po mirret. Dhe në qoftë se ai nuk e di këtë, atëherë mund të bëjë disa përkthime, mund të përkthejë edhe kryevepra, po ato të gjitha do të jenë një përkthim domosdoshmë i dorës së dytë e i tretë. Ai duhet di se ka të bëjë me një tekst poetik i cili asnjëherë nuk synon një kuptim, po gjithmonë synon më shumë se një kuptim. Nëse ju jeni më i aftësuar, si shkrimtar, ju brenda një fjalie, një teksti do të keni më shumë kuptim se sa unë që kam pas 2 kuptime ose 3. Ju do të keni 5. Kemi plot raste. Është që ta përmend për shembull 2 vargje të një rapsodi arbëreshe. Trimi, djali, domthonë e shikon vajzën, vetë tim që ndalon shiun. Na duhet një javë, 1 muaj, 2 muaj, flasim për këtë varg. Nëse një përkthyes këtë nuk e kap, po e merr thjesht se u dashka të thotë ashtu, ne kryejm punën. Gjithsesi. Zoti Kadriu, ju thatë që nuk e di sa do të vazhdoj tutje të shkruaj, por për çfarë ju mbeti peng ndonjë personazh që nuk e shkrua deri tani?
Do personazhe janë shumë, një stadion për personazhe. Ka diçka që nuk keni shkruar, Ka shumë që ju mbeti peng. Të tregoj se Qoftë në rininë e hershme. një zoj në rrugë po më nol, po bisedojmë, thash, çka keni mendue për Janisi po flet asi, unë po ju asi kështu filon vend e kështu e ka përmend një person. Ku? Po tha, keni shkruar ju atë libër, thash, çikoj të zoj, thash, unë e kam shkruar. Po unë nuk i moj mend gjitha ato, edhe në çdo moment me qenë një qartë, asi thashti, tregoma veprën, tregoma faqen, as ato s'moni a di, por shkoj të shtëpia i këshyri një herë edhe asi. Kështu që personazhe ka shumë, kam shumë nga personazhet që janë gjalla, Zakonisht ka reale dhe irreale. Jo, reale, jo, unë filloj gjithmonë nga realia, të më thonë, natyrisht nuk e marrë personazhin Hasan Hyseni, edhe me thonë vepër është Hasan Hyseni, por i thamë një emën kryesisht tjetër, por karakterin, zhvillimin e lëvizjeve, krejt unë e kam parasysh ku është asi dhe tash. Shpesh më ndodh, për shembull, kur shkruaj me një veten kesh. Se kam, kur ka raste, për shembull, raste në kështu prekshme, emocionale. Po ju tregoj një rast, veçanë se jemi pak më të lirë kështu, kisha Tashe Solla, ishte ai romani Loja fundit, që është për vitet e 80-ta, në kohën kur ishin trazirat, më të mëdha, minatorë, gjitha ato. Është rasti në shkollë, ajo është e vërtet, por unë atë e kam inkorporuar në vepër. Atje një vajzë, cila i ka shoqët dhe shokët. Kur hyn klasë mas pushimit, e sheh tavolinën e vet mbushur me pshtym me gjithë shka. Gjithë ulen, kur hin, kjo rrin kom, edhe merr fasuletën edhe e fshin, kadal për fshin. Vjen arsimtarja, thot, shka ti, pse po rrin kom, kjo punon, po fshin. Thot, çka u bë me ty, kur afrohet, kush ta bani kështu, thot, baba jam. Shikoti, kjo ishte, dhe me thonë, ishte një logjik e triut, një logjik se i riu s'mund tjetë nëse baba është i prisht, i riu do t'jetë i shnosh. Edhe në atë moment, kur thot ajo, baba, ase edhe u kuptu, baba ishte një bashkëpunëtor e tjerë, gjithë ngritën për në klasë, shkojnë edhe jafshin. Që ata që i kanë pështin, kështu që është momenti shumë preksh, e mund këto më lanë shumë për shtypje. Këto kësë rast e tila inkorporoj në vepër, në realitet ato janë reale, kanë qenë reale, po natyrisht në ato edhe i marrë me figuracione me gjitha. A ishit gjithmonë autor, rrëfimtar, po nga njëherë edhe personazh brenda veprës? Ju, personalisht, a ishit gjithmonë në rolin e autorit, në rolin e rrëfimtarit, apo edhe personazhit ndonjëherë? Jo, shumicën jam rolin e autorit. Rolin e autorit, dhe më thonë, vepra shkruat, vetën e parë po shkruat edhe në vetën e dytë, e tretë, e kështu asi, por unë natyrisht nuk e lo vetën. Noli autobiografinë shkroj në vetën e tretë, në një formë e lëvizje. Nuk e lo edhe personazh i veprës të këbom, por jam në distancë. E keni zgjedhur këtë formë. Mirë, faleminderit, u kënaqëm bashkë, besoj, na kanë mbetur shumë gjëra, pa u thënë këtë dijet palë punës edhe kontributit edhe emrat tuaj që keni në letërsi. Unë u kënaqa, ju uroj shëndet, mbarësi edhe faleminderit për kohën. Ndani këtu bashkë, lëm takim në një tjetër temë diskutimi. Mbetëshi.